Kryeministri Edi Rama i rikthehet rubrikës sy pas zgjedhjeve të 11 majit, këtë herë si fituesi një mandati të katërt historik për Partinë Socialiste. Kryeministri Rama tha se ndodhet një moment reflektimi, ndërsa tha se shpejti do të marrin lajme për të hapur një tjetër grup kapitujsh të negociatave. Urojmë dhe shpresojmë dhe besojmë që së shpejti do të marrim lajmin e hapjes një tjetër grup kapitujsh dhe sipas ambicjes dhe planit të hapim pastaj dhe grup kapitullin e fundit në mënyrë që të kemi të gjithë grup kapitull të hapur. Në ndërkohë, samiti i komunitetit politik evropian ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm, fantastik do thosha, pa bërë asnjë egzagerim. Jehonet cilit në korridoret e politikës europiane vazhdon. Në ndërkohë kemi filluar punën për samitin e NATO-s. Në dukje ka kohë, por në fakt kjo është mënyra se si punohet për samitet e NATO-s. Fillon puna 2 vjet përpara. Gjithashtu, Rama foli dhe për investimet e huaja, duke thënë se janë në diskutime në fushën e zhvillimit ekonomik, turizmit, teknologjisë si dhe inteligjencës artificiale. Por jemi në diskutime me një sër entitetesh të mëdha ndërkombëtare edhe në fushën e zhvillimit ekonomik, të turizmit, të teknologjisë, të inteligjencës artificiale. Dhe në ndërkohë, për të kaluar nga diçka e përgjithshme dhe nga këto gjërat e mëdha në buj, tek diçka më modeste në dukje, por shumë në thënëse dhe shumë e nevojshme në jetën e përditshme të vendit, për sa i përket fëmijëve, për sa i përket më të rinjve dhe konkretisht për sportin në shkolla, sikundër kemi folur edhe gjatë fushatës, do të shtrim aktivitetin sportiv në shkolla, do të kalojmë në disiplina të tjera, pasi kemi konsoliduar më së miri volejbollin dhe basketbollin për femrat dhe meshkuj në faktikisht të gjitha moshat. Kryeministri Rama nuk kurseu ironit me Lulzim Bashën teksa po i përgjigjet një djegësi. Pasi lexoi një koment që shkruaj gjallë është ky, Rama reagoi me humor. Gjallë jam o shpëtim, lulja është gjallë.